Një nga gjërat që është vërejtur në kabinetin qeveritar Meta gjatë vitit 2000 ka qenë emërimi dhe çemërimi i paparashikuar i ministrave. Ndërkohë ministrat kanë në qetësi së fundmi mbas premtimeve që ju keni bërë se deri në qershor nuk do lëvizni asnjë prej tyre. A ka qenë e vërtet? Para të siguroj se nuk e kam ndonjë hobi për të hequr, për të temur, për të çemëruar. Dhe kushdo që drejton ka dëshirë që të punoj me staf në një plan afatgjat, por natyrisht që kur shikon se gjërat nuk ecin siç janë menduar dhe sikurse janë edhe objektivat e qeverisë, sepse ka objektiva të fiksuara, janë objektiva të fiksuara në buxhetin e shtetit, po janë objektiva të fiksuara në programe të ndryshme, në marrëveshje të ndryshme të tjerë dhe duhen realizuar patjetër. Pra në këto raste jemi detyruar që të bëjmë edhe ndryshime. Dhe mendoj se në përgjithësi ndryshimet që janë bërë kanë rezultuar të qelluara dhe kanë sjellë efekte dhe ndryshime në gjithë sektorët ku ato janë bërë. Dhe po kështu do të them se për mua është e vështirë për të vënë një njeri, por nuk është e vështirë për të hequr një njeri nëse bindem se vërtet nuk e bën atë punë. Kështu që ky ka qenë një vit se thush i demonstrimit të një mungese kompleksi që ta heqim Rudinën nga qeveria apo të mos e heqim, dhe se po hoqim Rudinën nga qeveria që do thonë të Leshikusit. Në rast se Rudina nuk e bën dot punën dhe mbasi kemi paralajmëruar disa herë se duhet ta bëj, Rudina nuk mund të rrimë më, sikurse asu nuk mund të rrimë më dhe askush tjetër. Ndryshe nuk mund të arrijnë ato objektiva dhe ato synime që ka qeveria. Gjithashtu një tjetër ide që ekziston tek Leshikusit është se ju merrni njerëzit e stafit tuaj, ose më saktë, po ti jesh në stafin e zotit Meta, shpejt bëhesh ministër, në stafin e afërt. Gati si stazh është krijuar ideja e qenies në stafin tuaj. Dhe nuk merrni asnjëherë leje apo mendim ke Partia Socialiste. Së pari, kjo dyta nuk është e vërtetë. Në kuptimin e asaj se gjithë ndryshimet që unë kam bërë kam pasur miratimin dhe mbështetjen e Partisë Socialiste. Së dyti, unë kam qenë detyruar të bëj ndryshime, pra jo se kam dëshiruar të bëj ndryshime, por sepse kam qenë detyruar për të ecur përpara në gjithë ata sektor ku ka pasur probleme ose ku drejtuesit e tyre kënaqeshin me pak. Dhe unë nuk hyj tek kategori që kënaqen me pak. Dhe natyrisht që dhe qytetarët nuk mund të kënaqen me pak se kërkojnë një ritëm tjetër. Dhe në këtë kuptim kanë qenë detyruar që në momentet të caktuara të besoj detyra të tilla njerëzve që kanë punuar pranë meje, të cilët i kam njohur, po edhe që natyrisht kam njohur gjatë kësaj periudhe. Po sigurisht që kemi ministra krejtësisht të rinj, por kemi edhe figura të cilat kanë qenë figura politike, Partisë Socialiste dikur, apo kanë qenë më publik dikur dhe më vonë më të tërhequr, apo figura të reja siç është zonja Ulluçi, e cila u afirmua gjatë zgjedhjeve lokale në Shkodër e tjerë, dhe kemi pasur emrime nga gjitha llojet, pra dhe nga njerëz pranë kryeministit, dhe nga figura të afirmuara të Partisë Socialiste, dhe në gjitha rastet ka qenë mbështetja plotë e Partisë Socialiste dhe mirëkuptimi plot.